A ka shkaktarë të hershëm të cilët mund t'i njohim, t'i identifikojmë, ose të vetja, ose të familjarë tonë, që na paralajmërojnë që një lloj demencës po vjen? Po. Cilë janë ata? Është vërtet, ajo mund të vrejë në demenca nuk instalohet më njerë. Nuk është smundje akute, është një smundje që në neurologji quhet neurodegenerative. Do të thonë ndodhin disa degenerime, dëmtime të indit trunor, të cilat gradualisht e çojnë deri te demenca personin. Kur fillojnë simptomat e parë, do thotë simptomat e parë fillojnë atëherë kur ka filluar neurodegenerimi, mirë po nuk instalohen gjitha simptomat qysh në fillim. Në fillim të pacientët mund të vrejmë sjellje të çuditshme pak. Jo, nuk është ai person të cilin e kemi njoftë më herët. Fillon sillet në mënyrë të çuditshme, fillimisht fillon me harru gjonat, harron ku kalon një gjë, harron ku ka nuk kyçet mirë në bisedë, ose fillon me folë dhe harron fjalët. Kalon prej temës në temë, ndryshon dveshunit e pacientit, sjelljet e tina, thjesht me një familje, kur dikush ka jetu me një person për shumë vite, në këtë rast për shumë vite, ata e njohin anëtarën e familjes vet, edhe i vrejnë me një herë sjellje që nuk janë normale, sjellje që kanë qenë më herët. Po them edhe një herë, harresa objekteve, mos kyçja në biseda, edhe një gjë që është nuk i bojnë shumë përshtypje. Për shembull, edhe nëse dikush ka një çrregullim emocional që njerëz tjerë janë të ndihshëm dhe do ta bashkandjenin atë momentin, kur ata janë kështu indiferent ndaj emocioneve të huaja të dikujt tjetër. Po ju ndaj vetave po ndaj e para. Është shumë e rëndësishme që diagnostikohet sa më herët demenca. Në disa shtete kanë bën një projekt e kanë filluar, që në projekt shumë i thjeshtë, por që do një organizim të vogël. Gjithë personat mbi moshën 60 vjeç, kur shkojnë për një vizitë mjeku familjar, çfarëdo qoftë, për çfarëdo arsye, kur e bëjnë një test i cili quhet mini mental status test. Është një test i thjeshtë me disa pyetje të thjeshta, emër, mbiemër, data i pëntremna pacientit i them mani men, ja thojmë për shembull gota, lulja ajo kjo, edhe pas pak kohë i pyesim prap, cilat elemente thash për më marrë mend, edhe në fund mlidhen pikët e atij testit. Ai test mund të realizohet për pak minuta, për një 15 minuta maksimumi. Edhe në fund mlidhen pikët. Nëse në atë test vrejmë që ka ramje, domethënë nuk i ka poena sa duhet i ketë 30 poena në fund, nëse nuk i ka të gjitha, atëherë fillojnë testet pak më specifike për identifikimin e smundjes së demencës ose të Alzheimerit, kryesisht Alzheimerit. Po në këtë projekte që në bë për me fillu sa më herët trajtimin këtyre pacientëve.